Vegjet janë një nga proceset më delikate të punës, sepse nëse nuk I vendos mirë gjatë këtij procesi, ajo mund të tentojë edhe të thyhet gjatë tharjes ose gjatë pjekjes. Që kjo vorbe të shkojë deri në procesin e pjekjes, gjatë periudhës dimrit mund të kërkojë rreth 1 muaj. Pra nëse ne bëjmë 20 objekte ose 30 objekte, do kërkojnë 1 muaj që të thahen dhe pastaj të jenë gati për t'u pjek. Sepse që një produkt të piqet duhet të ketë më pak se 5% lagështia. Kjo është një objekt që është realizuar këto në farg me qindra vite me radhë, siç thash edhe më para. Dhe farka njihet për këtë objekt në gjithë Shqipërinë. Ky objekt ka aftësinë që për shkak të përbërjeve dhe elementeve të cilët balta mbajt brenda saj, t'i japi ushqimit një shije shumë veçantë dhe ta ruajë temperaturën e ushqimit për një kohë shumë të gjatë.